Ju prezantoj me tortën më të shijshme në botë me 2 shtresa kremi dhe me një kek skunxer të butë. Marrim 5 vezë dhe i rrahim me sheqerin derisa të bëhet shkum, më pas i vendosim mielli, baking powder dhe qumshin. E vendosim në një tavë, e pjekim dhe më pas përgatisim kremin me qumësh panda, pana për ëmbëlsira dhe gjalp. E ziejmë në tenxhere derisa të shterojë dhe të bëhet një masë kremoze. Më pas e ndajmë masën në 2 pjesë. Pjesën e parë do i hedhim çokoladë fondente, ndërsa pjesën e dytë çokoladë të bardhë ose pistak. E lëm kremin 2 orë në frigorifer që të mpikset. Unë i gryva dhe disa kikerika, ja vendosa përsipër, por ju mos ja hidhni nëse nuk doni. Kekun e lash të ftohen, më pas e ndava në 2 pjesë. Kekun e lyeva që të jetë më i butë, e vendosa shtresën e parë të kremit, më pas i hodha përsipër dhe shtresën e dytë dhe përhapa në të gjithë sipërfaqen. E lash të pushonte në frigorifer derisa kremi të mpikset, më pas e servirem dhe të gjithë e pëlqyen. Po ju si ju duk, a ju pëlqeu? Më suportoni me një like dhe follow.